Jo të gjithë besimtarët muslimane festojnë Fitr Bajramin në familjet e tyre. Të privuar nga liria janë 43 vajza dhe gra, të cilat festën e Bajramit po e presin nën shoqërimin e njëra tjetrës këtu, brenda qendrës korrektuese në Lipjan. Mos pyet, po shumë vështirë është. Se ma shumë festohet në për familje se sa marrë këtu. Dhe këtu bëhet ky vend si familje. Mallin dhe të ftohtin e mureve të trasha të kësaj qendre korrektuese e harrojnë kur bëhen tokë së bashku. Edhe pse larg familjes, po munduna me të kalu një farë për mos mu mërzit, do me shoqet, a vedem të hekun pak modhin e familjes, se këtu bëhet kë vend si familje. Na këtu jemi familje e madhe që e festojmë këtu bashkë. Është e mërzitshme shumë, se na jena mësu me festu gjithmonë me familje, kjo festë festohet që ashtu, po tash na e kemi programue që në krytë tonë që ka më posë qështu. Shumë vështirë, po këtu po na e bëjnë shumë, nuk ndje pak ashtu si familje. Jam ndje pak emocionume normal si që në familjen tonë, që qatë bleme me të diskutu me familjen, me burrin, me fëmijët, edhe këtu kemi diskutu të njëjtën gjë, me shefin, me drejtorin, me gjithë stafin, me këqyrë sa gjithë në kanë qenë shumë pranë në kamet. Njëzet e 4 vajza dhe gra të burgut të Lipjanit këtë Ramazan e kanë agjëruar, ndërsa sot disa prej tyre janë shkëputur prej qelive të tyre për t'i bërë edhe ëmbëlsira tradicionale të Fitr Bajramit. Prapa meje shihen edhe tepsit me baklava, të cilat nuk do t'i mungojnë sofrës së tyre për Bajram. Që të ketë barazi edhe në një copë baklave, gra t'u kujdesen. Këto pjesë t'i kena po për mu da pjesë të njëjta, që mas me pas problem dikujna pjadoj matë madhe, dikujna matë vogël. E askafët nuk munguan. Megjithatë, larg shtëpisë në mungesë të lirisë, kjo copë ëmbëlsire nuk shijon njësoj. Madje asurimet nuk mund t'i kemë përballë me familjar. E dritare kanë vetëm një nga rrjetet sociale, komunikim i cili bëhet me leje. Plasëm telefon, plasëm Skype, na mësojnë me fol, edhe në Skype kur plasëm është sikur mi pa qështu edhe e hekmi pak atë mallin. Zëri urimit dhe marrja mesazheve për te i grillave u bë edhe nëpërmjet këtij telefoni. Por kishte nga ato gra që të premtën e Bajramit u liruan për ca orë në familje. E tash për Bajram kam kushtin e parë, vikendin e parë, që mu ka taku me dalë. Për këto të burgosura, edhe Ramazani këtë vit ishte më i veçantë. Për herë të parë, 2 erë të rënda prej hekuri u hapën edhe në kohën e syfyrit. Kem pas një Ramazan shumë bekun me ndihmën e drejtorit dhe të stafit që na e ka ofruar tana mundësi. E në veçanti hapja e dyrëve në orë të syfyrit. Ramazan më të mirë s'kom pas asnjëherë, brenda. Va kemi mundësu të gjithëve grave që kanë bërë Ramazan, va kemi mundësu të gjitha produktet me sa mundësi kemi pas. Për syfyrin va kemi bërë gati që në iftar, va kemi qu në përqesë, në përgjane, va kemi bërë mundësi që t'i kenë afërsisht si shpinë e tyre. Këto gra e vajza përfunduan prapa grillave për vepra të ndryshme penale. Derisa në vitin 2025 të burgosura kishte më shumë për shkak të veprës penale trafikim me qenie njerëzore ose edhe lënë narkotike, këtë vit prinë veprat tjera. Veprat penale të cilat më shumti po bëhen, sipas të dhënave zyrtare nga burgu i Lipjanit, janë dhuna në familje. Veprat që janë të shënuar rritje në institucionin tonë korrektues janë dhuna në familje.
Dhe në bazë analizës ne që kemi bërë, kryesisht janë refleksioni i përdorimit të drograve të ndryshëm dhe dhuna në momentet kur nuk ka mundësi për me ble drograt ndryshme, hashash, kanabis, ato fillon dhuna në familje, problemet të ndryshme dhe përfundojnë këto. Këto kryesisht janë të burgosura të moshës së re, që janë përdoruese, edhe kjo është një fakt që na shqetëson neve. E burgosura më e re është 20 vjeçe, e njëjta ishte arrestuar sa ishte e mitur. Aktualisht i kemi 43 të burgosura, të cilat janë kryesisht për vepra penale, duke filluar prej vrasjeve, dhunë familje, përdorjen blandë narkotike, aksidente komunikacioni e tjera. Moshat aktualisht janë prej 20 vite deri në 67 vite. Ritmi hipnotek atyre ju ndryshon kur merren me aktivitete që organizohen brenda kësaj qendre korrektuese. Këtu ka një larishmëri të bukur të gjerë të aktiviteteve, duke filluar prej sportit, aktiviteteve kulturore, programeve risocializuese, trajnimeve të ndryshme, si dhe punës, cilat sipas ligjit e kanë të obligative, që punojnë disa në kuzhina, disa në bujqësi, disa në sera, disa punojnë në mirëmbajtje të pastërtisë objekteve dhe kështu që dikun i kemi 24 të burgosura, të cilat janë aktivitetet përditshme të punës, përveç atyre të cilat i ndjekin trajnimet edhe këto gjëra tjera. Leximi i librave është një prej aktiviteteve për të burgosura. Më e reja, kësaj qendre thotë se leximi brenda qelisë e ndihmoi të shoh përtej malit para grilave. Më ndihmon shumë, se heku mendjen domethënë kur të lexojnë libra, se ka libra të lloj-llojshëm, edhe hub kohën ta domethënë, edhe mësuhesh, nashta prej librave, domethënë merr disa menime të ndryshme, që nashta identike po së ndryshme. Tjetra, zanatin prej rroba qepësje, po e mësonte ta shfrytëzoj, kur tjetë jashtë telave me gjemba. Unë jam me profesion krejt diçka tjetër, po edhe kjo nuk do të më kish pengu edhe për nevoja familjare, personale, punëtarme ashtu edhe me udhëheq një biznes kësaj me punëtorë të tjerë, pse jo. Ato punojnë edhe me filigran. Punimet shiten në ankande të ardhurat ju kalojnë të burgosurave në xhirollogarit e tyre. Janë organizuar shitja e gjitha këtyre punimeve dhe të gjitha parat ju kanë përfunduar në kontot e të burgosurave si kompenzim për punën e tyre që kanë bërë. Hapësira shfrytëzohet edhe për sport e ecje. Ndërkohë, siç thot drejtori Topalli, siguria është e lartë e telashe mes të burgosurave s'ka. Je mundu të bëjmë disa ndryshime në menaxhim, në kuptimin e ofrimit të drejtave dhe disa standardeve që shtojnë sigurinë e institucionit dhe në këtë drejtim jam jashtëzakonisht i kënaqur, sepse në 3 vitet e fundit është kontrabanda shumë minimale, në rast e kem krejt tentim për futjet kontrabandës, ndërsa rastet të tjera të incidenteve të rënda apo vetvrasjeve, vetlëndimeve me pasojë të rënda nuk kemë pasur asnjë. Pishman janë për veprat që i kanë bërë, por qiellin pa rrethoja. Disa prej tyre do ta shohin tek pas 25 vjete. Dënim ky më i larti që është ekzekutuar 3 prej 43 të burgosurave që janë në këtë burg.